Pavarësisht se jemi në javën e tretë të fillimit të vitit të ri shkollor, rallet e gjata të qytetarëve që presin për të pajisur me tekste vijon të jetë një problematik më vete. Nga informacionet e mbledhura deri tashmë rezulton se këto problematika janë shfaqur në 3 drejtime, qoftë nga institucione shkollore, qoftë nga pikat e autorizuara për shitjen e teksteve, por edhe nga qytetarët e Shkodrës. Situatën të jetë të zgjatur për shpërndarjen e teksteve shkollore, administratorët e pikave të licencuara për shitje e lidhen me një sër problematikash të akumuluara si pasojë një procesi të ri që ka ndodhur këtë vit. Ata thonë se kjo është mënyra vetme e shitjes për të zbatuar rregullin e TVSH-s, ndërsa vënë theksin që nga gabimet e ministrisë, të shkollave, të qytetarëve dhe gabimet e tyre si pika shitjeje përgjatë këtij procesi. Vështirësia fillon çështë organizimit, çështë në porosin, koha porosis, kozgjatja edhe gabimet e përporosina. Për libe që janë këtë mrapsh, dhe me thonë, probleme kanë të mënishme, edhe të ne, si njësi shitjet, edhe të prinit ose nxënësit, edhe të shkollat e porosit. Ka pas gabimet këndishme. Procedura ka mangësina, normalisht që se është kjo formë, po besoj që do të riparohet. Kjo mënyra e vetme për me shit me kanë rregull dhe me thonë palët, sepse në kohë që kërkohet kuponi tatimor, edhe faturat tatimore vetëm njësi e licencuar mund të lëshu. Mund të vazhdojnë edhe disa ditë për sa kohë që përzierja bën në fazat të mënyshme, librat kanë në fazat të mënyshme edhe tesh janë. Procesi i shitjes së librave shkollor filloi në ditët e fundit të muajit gusht, ndërsa nuk dihet nëse do përfundojë deri në fund të shtatorit. Kjo ka sjellë rallë të gjata dhe vështirësi sidomos për banorët e njësive administrative jashtë qytetit, të cilët për ditë të tëra kanë pritur pranë librarive të autorizuara për blerjen e teksteve.